Një arsenal armësh dhe drogësh zbuluar nga policia e Fierit. Pas një pune hetimore një mujore, rezultoi se një 34 vjeçar shiste drogë dhe posedonte armë zjarre. Uniformat blu kapën në dalje të fshatit Suk të Roskovecit, Adjol Hadën. Në automjetin e tij u gjetën rreth 1 kilogram lëndë narkotike kanabis sativa, të ndarë në doza gati për shitje. Gjatë kontrollit të banesës dhe të lokalit në pronësi të tij dhe babait të 34 vjeçarit, shërbimet e policisë kanë gjetur 17,6 kg lëndë të dyshuar narkotike kanabis sativa, e përpunuar dhe e ndarë në doza gati për shitje, 2 armë zjarri pistolet, 2 armë zjarri automatik, 2 granata luftarake, 1110 fishek luftarak të kalibrave të ndryshëm, 2 aparate celular dhe një motomjet, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Pas këtij kontrolli, u arrestua edhe babai i 34 vjeçarit, Asqeri Hada. Babë e birë akuzohen për prodhimi dhe shitja e narkotikëve dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit.